Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i Shkrimit të Shenjtë. Krishti u ngjall, jemi në datën 14 maj dhe Kishën Ortodokse na ofron lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 9, vargu 39 deri në fund, kapitulli 1, vargu 1 deri në 9. Le të lexojmë këto pjesë ungjillore sipas Johanit dhe ti komentojmë sipas letërave të Kishës. Pastaj Jesu i tha: "Unë kam ardhur në këtë botë për bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të verbohen." Disa nga farisejtë që ishin me të dëgjuan këto gjëra dhe i thanë: "Jemi të verbër dhe ne?" Jesu i përgjigjei atyre: "Po të ishit të verbër, nuk do kishit asnjë mëkat. Por tani thoni, ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet. Në të vërtet po ju them, ai që nuk hyn nëpër derë të vathës së deleve, po ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Kurse kush hyn nëpër derë është bariu i deleve. Ati hap portierit, delet i dëgjojnë zërin e tij dhe ai thërret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Dhe pasi i ka nxjerrë delet e tij, shkon para tyre dhe delet e ndjekin, sepse njohin zërin e tij. Po nuk ndjekin asnjë të huaj, por do të ikin larg këtij, sepse nuk njohin zërin e të huajve." Jesu i tha atyre këtë shembulltyr, por ata nuk morën vesh për çfarë po fliste. Prandaj Jesu ju tha atyre përsëri: në të vërtetë po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhë dhe kusar, po delin nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtojë, do të hyjë, do të dalë, do të gjejë kullot. Pra kjo është pjesa që lexuam sot, por le të fillojmë me kapitullin 9, vargjet 39, 40, 41. Vargu 39 na thot: "Pastaj Jesu i tha: Unë kam ardhur në këtë botë për bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të verbohen." Etrit e Kishës e ka komentuar këto vargje dhe më konkretisht flasim për Shën Joan Gojartin, i cili thot se Jesu nuk erdhi për dënuar në mënyrë arbitrare, por prania e tij, që është dritë mendore, zbulon gjendjet e zemrave. Pra, një zemër që e pranon dritën ose e refuzon. Të verbrit shpirtërisht, pra, janë ata që e pranojnë dobësinë e tyre dhe marrin këtë dritë. Kurse ata që pretendojnë se i shohin, vuajnë nga një verbëri e krenarisë. Prandaj ata mbeten të verbër. Shën Agustini thot: "Shikimi këtu nuk është fizik, por shpirtëror. I verbri i shëruar përfaqëson njeriu që beson në Krishtin me mendje të përulur, kurse farisejnë përfaqësojnë ata që mendojnë se janë të drejtë përpara Perëndisë dhe nuk kishin nevojë për fjalët dhe veprat e Krishtit." Por le të lexojmë vargun 40, ku na thuhet disa nga farisejnë që ishin me të i dëgjuan këto gjëra dhe thanë: "Jemi të verbër dhe ne?" Në këtë varg, sipas shoqërisë të Aleksandrisë, farisejt kuptuan se fjalët e Jesuit drejtoheshin atyre, por pyetja e tyre nuk vinte nga një pendes. Ata nuk kërkonin dritë nga Krishti, por ata e refuzuan Krishtin nga një, ose bën këtë pyetje, ishte më tepër pyetje refuzuese për shkak të krenarisë së tyre të lënduar. Ata pra, edhe pse ishin njohës të ligjit, ata nuk e kishin dritën e vërtetë. Kështu edhe sot ka njerëz të cilët e njohin doktrinën e Kishës ose e njohin dhe Shkrimin e Shenjtë, por prap ata mbeten të verbër, sepse nuk e njohin Krishtin personalisht për shkak të egos, krenarisë së tyre, dhe ata bien në mësime të gabuara ose adhurojnë krisht të tërhem, dhe këtu flasim për heretikët. Por le të flasim edhe për vargun 41. Jesu i përgjigjei atyre: "Po të ishit të verbër, nuk do të kishit asnjë mëkat, por tani thoni, ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet." Si ti kuptojmë këto vargje? Shën Agustini thot se Jesu nuk do të thotë se padia është e mirë, por se prania e verbërisë sjell shërim. Pra, një njeri duhet pranoj që është i verbër mendërisht, shpirtërisht, që nuk mund do të shikoj Zotin dhe ka nevojë për dritën e Zotit, që ai të gjejë dhe të shikojë Zotin e vërtet. Farisejt refuzuan të pranonin nevojën e hirit Perëndis, që buron nga Ati dhe dërgohet në botë nëpërmjet birit dhe bërë bir njeriu, Isu Krishtit. Shën Grigori i Madh thot: "Mëkati i tyre, pra i farisejve, mbetet sepse ata refuzuan mjekun." Krenaria është verbëri më e madhe se mungesa e dijes. Prandaj, të dashur miq, vëllezër dhe motra më Krishtit, të kemi kujdes nga një mendje krenare, sepse Zoti i ri kundër krenarëve, dhe krenaria është në dëm të krenarit, sepse krenari mbetet në verbërinë e tij.
Por le të flasim për vargjet e kapitullit të 10, vargu 1, në të vërtet po them, ai që nuk hyn nëpër derë të vathës së delve, po gjitet nga një anë tjetër, ai zhvjedhës edhe kusar. Shënjo Angujarti thot, vjesët janë mësuesit e rem dhe udhëheqësit fetar që kërkojnë pushtet, jo shpëtimin e njerëzve, dhe këtu bëj fjalë dhe për farisejnë. Ai që nuk hyn nga dera nuk vjen me autoritet hynor. Krishti është rruga e vetme e ligjshme drejt popullit Perëndis ose deleve të Perëndis. Kurse të tjerët që vinin në emrin e tyre, siç pretendojnë dhe farisejnë, ata ishin vjedhës e kusar, sepse siç dhe Krishti i deskritoi, ata nuk interesoheshin për mbarvajtjen shpirtërore të besimtarëve, por për të shfrytzuar besimtarët dhe për të marrë prej tyre pëlqime ose opinione pozitive. Por le të flasim edhe për vargjet më poshtë, vargu 2. Kurse kush hyn nëpër derë është bariu i deleve. Në këtë varg, sipas Shënqërisë të Aleksandrisë, bariu i vërtet është Krishti, por edhe shërbëtorët e tij të vërtet hyn nga dera, domethënë përmes Krishtit dhe jo për një lavdi personale. Këtu pra Krishti është dera, por edhe të gjithë ata që dërgohen nga Krishti, pra vinë tek populli i Perëndis nëpërmjet Krishtit. Kjo quhet vazhdimësia apostolike ose të dërguarit e Krishtit. Pra nëse një njeri nuk e ka dërguar Krishti dhe ka ardhur vetë në komunitet, patjetër që ne nuk duhet ta dëgjojmë. Aq më tepër nëse nuk ka ardhur edhe nga kisha apostolike, ne patjetër nuk duhet ta dëgjojmë. Ai nuk është një i dërguar i Zotit, por është një vjedhës dhe kusar dhe kërkon të vjedh shpirtrat e besimtarëve. Dhe këtu e kemi fjalën për heretikët, që fatkeqësisht vinë të mbuluar me një pet fetar ose siç thuhet uqë me lëkura delesh. Në vargun 3 na thuhet, ati jap portari, pra derën, delet e dëgjojnë zërin e tij dhe ai thret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Në këtë varg, vargu 3, Shën Augustini thot, delet janë besimtarët. Ata njohin zërin e Krishtit jo vetëm me vesh, por me zemër. Dhe këtu bëhet fjalë për doktrinën që tha Krishti dhe transmetoi tek apostujt ja lanë kishës, dhe thirrja me emër tregon dashurinë personale të Perëndis për çdo shpirt. Është shumë e rëndësishme kjo. Zoti ne nuk na do si turm, thjesht me shifra, por Zoti na do me emër. Dhe kjo tregon rëndësi që kemi ne si ikona të Perëndis. Dhe çdo njeri për nesh është një ikonë e papërsëritshme e Perëndis dhe shumë i vlefshëm përpara Zotit. Jo vetëm Krishti na thret me emër, por dhe kisha e Krishtit, kisha apostolike na thret me emër. Çdo mister në kishën tonë për një besimtar bëhet në emrin e tij. Pra, pagzohet shërbëtori i Perëndis me emrin e besimtarit. Kungohet shërbëtori i Perëndis me emrin e besimtarit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse secili për nesh ka një marrëdhënie personale me Zotin dhe Zoti e njeh atë personalisht, e njeh në emër ose thret në emër. Kur e thret në emër do thotë e njeh atë. Prandaj edhe emri ka një rëndësi shumë të madhe, duhet ta nderojmë dhe ta mbajmë emrin me nder, sepse emri përfaqëson secilin për nesh. Kjo është arsyeja që në kishën tonë ortodokse ne festojmë ditën e emrit. Dita e emrit domethënë është ne festojmë me shenjtorin që kemi uazuar emrin. Ai shenjtor atë emër e ka shenjtëruar dhe ne e marrim emrin e këtij shenjtori dhe bëjmë emrin ton në imitim të shenjtorit. Prandaj është shumë e rëndësishme të festojmë në ditën e shenjtorit që quhet dhe dita e emrit. Por le të flasim edhe për vargun e 4. Dhe pasi i ka nxjerr delet e tij, shkon para tyre dhe delet e djegin sepse njohin zërin e tij. Në këtë varg, sipas Shënjo Angujartit, Krishti nuk i shtyn delet me frikë. Ai ecën përpara si një shembull për imitim. Bariu i vërtet udhëheq me jetë dhe sakrificë, dhe kështu që delet e besojnë atë. Kjo ndodh edhe në atë marrëdhënie natyrale të bariut me delen, por edhe në marrëdhënien shpirtërore të Zotit tonë Jezu Krisht, bariu të madh dhe neve deleve shpirtërore, të cilat i shkojnë pas Krishtit. Kjo është arsyeja që në kishën ortodokse gjithmonë klerikët shkojnë përpara popullit dhe janë përpara
altarit Perëndis përpara popullit, duke tërhequr gjithë popullin drejt Zotit. Por le të flasim edhe për vargun 5. Vargu 5 na thot: por nuk e ndjekin asnjë të huaj, por do t'ikin larg atij sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Në këtë varg Shën Grigori na thot: besimtarët i vërtet dallon mësimin e ren nga mësimi i gënjeshtër. Zëri i të huajt është doktrinë që largon nga Krishti. Pra, kush janë të huajt? Janë të huajt ata që nuk janë të Krishtit ose nuk janë dërguar nga Krishti, janë heretikët, të cilët shfaqen sikur janë të kishës, por në të vërtet janë kundërshtar të kishës dhe të Zotit. Prandaj duhet kemi kujdes nga të huajt, nga ata të cilët vinë dhe paraqiten, trokisin në dyert e shtëpive tona dhe na thonë se ne jemi të dërguar të Zotit, por nuk kanë asnjë letër kredenciale, në një farë mënyrë nuk janë të dërguar nga kisha ortodokse, por janë të huaj për ne. Atëre këta ne nuk duhet t'i dëgjojmë, sepse ata janë vjedhës dhe kusar, pra janë heretik. Dhe vazhdojmë lexojmë në vargun 6. Jesu i tha atyre këtë shëmbulltyr, por ata nuk e morën vesh për çfarë po fliste. Pra, Krishti po ju fliste me shëmbulltyra, kjo ishte një mënyrë se si Krishti fliste me shëmbulltyra që ata që kishin vëmendje të kuptonin mesazhet e Krishtit, kurse ata që thjesht donin të kalonin kohën, ata nuk e kuptonin. Shën Qirili i Aleksandris thot: mos kuptimi i tyre nuk vinte nga mungesa e inteligjencës, por nga zemra e mbyllur. Kjo është shumë e rëndësishme, dashur të krishterë, dhe për neve sot, sepse të gjithë njerëzit kanë një inteligjencë, pavarësisht mund ta kenë në frekuenca ndryshme, por të gjithë kanë aq aftësi për t'i pranuar fjalët e Zotit, sepse Zoti çdo qenie njerëzore, që tek foshnja deri tek të moshuarit, i flet me mënyrën që ai të kuptojë. Por jo se ne nuk e kuptojmë fjalën e Zotit, por ne nuk duam ta pranojmë, se kemi një zemër të mbyllur, ashtu siç e kishin farisejt, një zemër të përmbytur nga egoizmi dhe krenaria. Kjo pra është sekreti që shumë njerëz, edhe pse kanë inteligjencë, nuk e pranojnë fjalën e Krishtit. Dhe ka njerëz të tjerë që kanë një inteligjencë jo shumë të zhvilluar, por ata e pranojnë fjalën e Krishtit, sepse ata janë të përulur, dhe kështu që Zoti ju zbulohet atyre. Por le të flasim për vargun 7. Në vargun 7 na thuhet: prandaj Jesu i tha atyre përsëri: në të vërtet, po ju them, unë jam dera e deleve, ose e dhënëve, si mund edhe ta themi në një formë tjetër, që është e njëjta gjë. Shën Agustini kërkon na thotë: Krishti është njëkohësisht bariu dhe dera. Përmes tij hyhet në kishë dhe në jetën e përjetshme. Shën Ambrozi na thotë: nuk ka hyrje tjetër në shpëtim përveç Krishtit. Çdo rrugë tjetër është mashtrim shpirtëror. Prandaj duhet jemi të qartë. Zoti është i drejtë për drejtë. Unë jam dera. Nuk thotë që unë jam një ndër dyert, që dikush mund thotë që krishterimi ose besimi te Krishti është një mundësi, po mund besojmë dhe dikush tjetër, një profet tjetër të ardhur mbas Krishtit ose para Krishtit e tjera tjera. Të gjitha këto nuk pranohen. Krishti thotë: unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati vetëm me anën time. Prandaj, për krishterimin nuk ka alternativë tjetër. Sepse tha Zoti, dhe për ne të krishterët ortodoks nuk ka alternativë tjetër veçse Krishti dhe kisha e Krishtit, që është edhe dera, që është na çon te Krishti dhe nëpërmjet Krishtit ne shkojmë në mbretërinë e Zotit. Por le të flasim dhe për vargun tjetër, vargu 8. Konkretisht na thuhet: të gjithë ata që erdhën para meje janë vjedhës e kusar, po delet nuk i kanë dëgjuar. Tashmë Krishti është i drejtë për drejtë. Shën Joan Gojarti thotë: Jesu nuk flet për profetët e dhjetës vjetër, të cilët ishin dërguar nga Perëndia përpara Krishtit, por për ata mashtruesit me si të rem, profetrit e rem, që kërkonin lavdim për vete dhe jo për Zotin. Një ndër ta ishin dhe farisejt dhe skripët e asaj kohe, të cilët ishin vjedhës dhe kusar shpirtrash, por edhe të ekonomisë së besimtarëve. Por le të flasim edhe për vargun e fundit për sot. Vargu 9 na thuhet:
Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet, do të hyjë, do të dalë, do të gjejë kullot. Dhe në këtë varg, që është, siç thash, edhe i fundit për sot, Shën Agustin e thot, të hy e të dalë, do thot liri dhe siguri në Krishtin. Kullota simbolizon ushqimin shpirtëror, fjalën e Perëndis, hirin dhe jetën e përjetshme, ose edhe atë që quhet edhe mbretëria e Zotit. Shën Grigori Nisës thot, shpëtimi nuk është vetëm hyrje në një vend sigurt, po pjesëmarrje në jetën hynore. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por t'u takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.